masanej, për momentin veç nëse keni ndonjë pyetje kështu me shkrim, pyetni lirisht. Hoq, e kam dëgju shpesh çka është namazi duas. Është pyetja tonë është ba privat. Po. Namazi duhas është namazi i paraditës. Namazi i paraditës, kështu në është përmendur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky namaz e ka përmend pejgamberi alayhis salam në një hadith të vërtet, thot çdo njeri që qohet në mëngjes, zgjohet në mëngjes, thot e ka për obligim apo duhet të jap sadaka për çdo kockë të trupit të tij. Apo, do më thonë, për shkak këtu në kanë thot dietarët islam, simbolizon për shëndetin që Allah azza wa jall ja jep çdo kujt, shëndetin e plot edhe mirësi që ja ka dhënë në trupin e tij, thot ai duhet jep sadaka çdo ditë për shëndetin që Allah azza wa jall e ka begatu. Edhe thot ai person i cili e fal namazin e duhas, namazin e paraditës çdo ditë, thot atëre ky person llogaritet tek Allahu azza wa jall se ja ka dhënë hakun me sadaka shëndetit vet, trupit vet. Transmetohet për Abu Dharrin edhe Abu Dardan radhiyallahu ta'ala anhu se këta e kanë quajtur namazin e duhas namazin e të penduarve. Thot nuk ka mundësi dikush me rujt këtë namaz vetëm sa ata të cilët vazhdimisht pendohen tek Allahu azza wa jall nga gjunat e tyre, për shkak se ky është një namaz vullnetar që kogja duhesh mu kanë i pastër nga gjunat dhe mu rujt nga gjunat mos merron ato dhe i penduar tek Allahu azza wa jall vazhdimisht për mi rujt këtë lloj namaze nafile që kanë shpërblime të mëdha. Ky lloj namazi falet paradite, domethënë pas lindjes së diellit, afërsisht 15 deri në 40 minuta më si të lindë dielli deri para drekës, e ke para hyrjes së kohës së drekës apo para zenitit, e ki mundësinë me fal namazin e duhas, dhe ky namaz falet nga 2 rekate, transmetimet kanë ardhur 2, 4, 6, 8 deri në 8 rekate kanë ardhur namazi i duhas.